Përshëndetje, studion sot po zhvendosim edhe në ambiente të tjera. Ne sot jemi para xhamisë së Pashës, këtu në rrugës për në plazh të vogël, siç edhe mund ta shihni. Sot në këtë pjesë, tani un kam me mua Hafizi 21 vjeçar, Idris Dermaku, ai I cili do të na flas pak një rrëfim të shkurtër për hapat e tij të parë drejt kësaj feje të bukur dhe drejt memorizimit të gjithë Kuranit. Përshëndetje dhe mirë se vini në ulqinin tonë. Përshëndetje, mirë se ju gjej, kënaqësia imja. Së pari po shkojmë pak të ndjesitë tuaja në ulqen, është hera parë që vini, si ishte ky përjetim gjatë muajit të shenjtë Ramazanit këtu tek ne? Është hera e parë për mua gjatë muajit Ramazanit, sepse kam ardhur edhe hera të tjera, por kam ardhur gjatë kohës së verës. Andaj nuk e kam përjetuar këtë atmosferën e Ramazanit dhe besoj që do t'jetë një ndër kujtimet më të mira të jetës time, Ramazani I ulqinit. Nuk kam shumë përvojë jetësore, nuk kam kaluar shumë Ramazana, por ato që kam kalu, besoj që ky do t'jetë më I veçanti për mua. Më I veçanti. Sa ishin aktivitetet tuaja në ulqen për gjatë kësaj kohe që ishit këtu? Normalisht, Ramazani ka aktivitetet e veta, nuk është se bëm diçka më tepër se ç'kërkoj, por normalisht namazet ditore I falnim, kishim edhe një namaz shtesë në Ramazan I cili quhej namazi I teravive, po ashtu në 10 ditëshin e fundit na ushtua plus një namaz më shumë, I cili quhet namazi I natës, andaj ishte një muaj I përmbushur me plot mirësi dhe begati. Ne duam pak të shkojmë tek fillimet e juaja. Ju jeni vetëm 21 vjeçar dhe në bisedën paraprake që kishim më tha që në moshën 17 vjeçare ju bëni hafiz, arrini të memorizoni gjithë Kuranin në mend. Si ishte ky rrugtim për juve, cilat ishin hapat e parë, por të shkojmë pak edhe drejt fesë islame, jo vetëm tek realizimi I këtij akti. Fillimisht unë jam fëmia I parë I prindërve të mi. Babai im ma vendosi emrin Idris për respektim të gjyshit, ani pse ai ishte I gjallë. Me atë respekt ai më nderoi edhe mua, po ashtu edhe më privilegjoi. Ta them edhe më futi në borxh në një farë mënyre, për shkak që gjyshi ishte një hoxh I madh. Ishte I hoxh I njohur në trevat shqiptare, andaj unë u rrita në atë frym. Islami për mua ishte vetëm ta them I mishtruar. Nuk kisha alternativë tjetër, pasi që të dy familjet e mia, si nga ana e babait, po ashtu nga ana e nënës ishin fetar. Andaj për mua nuk është se kisha ndonjë mundësi tjetër. Shkojmë edhe tek pyetja që thash edhe më përpara, tek memorizimi I Kuranit dhe kryerja kësaj detyre apo kësaj vepre të madhe, që rezultoi të jeni sot një hafiz. Na tregoni pak kur hapet atë fletushkën e parë me këtë vendosmëri në zemër. Na tregoni për gjithë këtë rrëfim. Ashtu siç e theka edhe më parë, unë u rrita në një familje fetare. Andaj si fëmijë unë I shihja prindrit e mi, familjen time të ngushtë, po ashtu edhe të zgjarë, duke u falur, andaj edhe unë si fëmijë dilja para tyne dhe e luaja atë rolin, jam imami. Andaj duke u rritur me kohën, e kuptova që kjo nuk është vetëm lojë. Dhe me gojdhëna, me ndihmën, sidomos veçanërisht të nënës time, unë fillova të mësoj suret e shkurtra të Kuranit. Domethënë 10 suret e fundit. Pastaj dëshira ime e madhe, po edhe përkrahja e prindërve, më shtyen mua që unë të marr një rrugë tjetër, të filloj më seriozisht me mësimin e Kuranit, andaj I shkova nga vendi ku unë banoja, diku rreth 200 km më larg shtëpisë time, po isha në klasë 7, shkova që ta mësoj Kuranin në një institut të hifzit diku në Gjakov.
normalisht ishin periudha të vështira, por tani kur ndalem e I kujtojmë ishin normalisht momente të mira, periudha të mira. Ky ishte një institucion ku mësonit Kuranin apo duhej të përkushtosh edhe veçmas gjatë kësaj pune, gjatë këtij leximi? Ky ishte institucion, po normalisht Kur'anin nuk është se duhet vetëm ta caktoj dikush, po duhet merresh me të gjatë gjithë kohës. Andaj për mua si fëmijë ishte pak e rëndë sepse unë aty ku banoja e lash shoqërinë time dhe shkova në një vend tjetër, tash ndrova ambient dhe po ballafaqohesha me një fazë tjetër të jetës. Andaj mund të them lirisht se ajo fazë jo vetëm mua, por edhe shokët që ishin aty na dalluan më shumë dhe besoj që na pjekën më shumë në jetë. Sa ta ndryshon karakterin mësimi I Kuranit përmendesh, mbasi që e kreve këtë detyrë, sa ka ndryshuar, sa ki parti veten një njeri më ndryshe? Normalisht, Kurani e pjek njeriun, Kurani e bën njeriun ta them ashtu më plak, e bën më burr, më të pjekun. Por me nxënjen përmendsh të Kuranit nuk është vetëm një për hajër të qoftë dhe aty mbaron. Jo, aty është një periudhë tjetër jetësore e cila besoj që ka me qenë kogja më e vështirë. Sa kohë ju ka marrë mësimi I gjithë Kuranit përmendesh? Unë kisha pak ndalesa gjatë kësaj periudhe, por duke I mbledh totalisht Kuranin e mbarova për 2 vite e gjysmë. Po I mbledhi totalisht prej atëherë kur e kam fillu dhe deri kur e kam mbaru, domethënë kanë qenë 2 vite e gjysmë. Nuk është edhe shumë shpejt, besoj se është mjaftueshëm. Po, si ishin rrethana gjatë memorizimit, gjatë kësaj periudhe? Si ishin ato rrethana? Ndoshta të duhet e leshe disa gjëra tjera pa bërë për t'ju përkushtuar më tepër Kuranit? Normalisht, jo vetëm unë, por edhe shokët të cilët I kisha që mësonim Kuran, domethënë që ishim në atë institut, më nuk ishim sikur fëmijët e tjerë, të dalim të luajmë me një top, të bëjmë lojra ashtu siç bëjmë gjithë fëmijët. Ne para vetes kishim Kuranin dhe thuajse gjithë ditën merreshim me Kuran. Ishte një kohë shumë e mirë dhe mendoj që ka ndiku shumë. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Diçka për në fund të kësaj bisede që kemi së bashku, çfarë mund të na thoni për gjyshin tuaj, meqense e përmend edhe në fillim, por pastaj për gjithë shikuesit do të kenë mundësinë të ndjekin një insert për gjithë biografinë e gjyshit të Hafiz Idris Dermakut. Çfarë mund të na thoni paraprakisht para se të shkojmë më gjatë? Gjyshi ishte shtylla e shtëpisë. Me vdekjen e tij mund ta them se një pjesë e shtëpisë vetëm u dobësua. Ai ishte hoxh shumë i madh. Po jo vetëm hoxh i madh, ai ishte edhe gjysh shumë i mirë, po ishte edhe baba shumë i mirë. Ishte i respektueshëm me të gjithë, pa dallim moshe, pa dallim ta them ashtu autoritet apo diçka tjetër. Gjyshi ishte i veçantë, kishte dashuri të madhe për të gjithë. Kjo ishte ana e nipit e tij, ana se si e ka para gjyshin e vet, por në vazhdim do të shkojmë për një biografi të shkurtër për Hafiz Idris Dermakun, Idrisi tjetër në këtë radhë. Hafizët e Kosovës ishin mbartës të dritës së dijes dhe traditës fetare, duke u thequr besimtarët me një devotshmëri të paharruar, një periudhë të vështirë dhe sfiduese. Ata ishin dëshmitar të qëndresës shpirtërore, duke ruajtur dhe përhapur mësimet islame dhe në kohë kur liria fetare ishte kufizuar dhe mundësitë për arsim ishin të pamundura. Me përkushtimin dhe mençurinë e tyre, hafizët e atyre ditëve krijuan një trashëgimi të pakrahasueshme, duke u bërë burim frymëzimi për breza të tërë besimtarësh dhe edukatorësh. Hafiz Idris Dermaku u lind në vitin 1934 në fshatin Shqipashnice e epërme të Kamenicës. Rrjedh nga një familje fshatare e njohur me tradita fetare. Mësimet e para i vijoi te imami i fshatit Ramadan Efendi Dermaku, qysh nga mosha 6 vjeçare. Me pas, familja, duke parë dëshirën e tij të madhe për dije fetare, e dërgojnë në Ternoc të Bujanocit për ta memorizuar Kuranin. Me pas hifzinë e vazhdoi të Hafez Shefki Kallaba në Rogan. Memorizimin e Kuranit e përfundon tek Ramadan Efendiu në Dobërçan, ku në moshën 14 vjeçare e përfundon hafizllëkun e Kuranit. Kërkimin e dijes e vazhdon tek Mulla Hysen Hyseni në Tërnoc, ku aty mëson gjuhën arabe dhe u aftësua të kuptoj literaturën arabe, akaidin, fikun dhe shkencat e tjera islame. Detyrën e imamit e filloi në Kopernic të Kamenicës, ku edhe shërbeu 11 vite. Një kohë shërbeu imam në fshatin Bukovik, kurse në vitin 1972 shërben si imam në Preliep të Deçanit deri në vitin 1978. Me pas, për 2 vite me radhë shërbeu si imam në xhamin Mulla Jusufi në Gjakov. Gjatë kohës kur shërbeu si imam në rafshin e Dugagjinit, Hafiz Idrisi shfrytëzoi rastin dhe kreu shkollën e lartë pedagogjike Dega Histori Gjeografi në Gjakov në vitin 1980, pranë moshën 44 vjeçare. Në vitin 1980 transferohet si imam Hatib e Mualim në xhaminë e Podujevës, ku shërbeu deri në mars të vitit 1985. Në fund, kthehet përsëri afër familjes dhe shërbeu si imam në xhaminë e fshatit Rogan deri në vitin 1992. Ai ishte gjithashtu edhe përfaqësuesi i Këshillit të Pajtimit të Gjaqeve për Ana Morav nga viti 1994
deri në vitin 1998 emërohet kryetari i KBI në Kamenic. Hafizi shquhej për mençurinë e tij të rrallë, fjalët e tij të urta, shembujt e shumt nga jeta praktike, por mbi të gjitha shpjegimet e ëmbla të mësimeve islame, gjë që i joshnin gjithmonë vizitorin për ndeja vizita më të shpeshta. I ndjeri Hafiz Dermaku la pas një trashëgimi të shenjtë, duke u dhuruar brezave të arshëm, pasardhës të shëndosht dhe udhëheqës të pa epur në fe, siç janë djali i tij profesor Muhamet Dermaku, një dietar i nderuar i shkencave islame, dhe nipi i tij Idris Dermaku, i cili gjithashtu ndoqi rrugën e nderuar të Hafizllekut.